Në kuadër të fushatës zgjedhore, kandidati i pavarur për komunën e Gostivarit Visar Ademi organizoi një konferencë për shtyp ku prezantoi një nga shtyllat kyçe të programit: arsimin, shkaktësitë dhe fuqizimin e të rinjve. Gjatë paraqitjes u theksua rëndësia e ndërtimit të një sistemi arsimor modern dhe gjithëpërfshirës që mbështet zhvillimin e kapitalit njerëzor dhe përgatit të rinjt për sfidat e së ardhmes. Ademi me këtë rast prezantoi 5 projekte konkrete që do të jenë pjesë e kësaj shtylle programore e që janë me savion. Do bëjmë vlerësimin e mësimdhënësve. Sot nuk do ketë një arsimtar i cili nuk do shkojë në një vlerësim inkluziv, komprehensiv, 360 shkallë të vlerësimit pedagogjik, profesional dhe aftësive të buta, komunikimit me nxënësit, sjelljet me nxënësit e kështu me radhë. E dyta, platformën e zhvillimit kapitalit njerëzor do të ofrojë mundësitë barabarta për zhvillim profesional dhe personal për të gjithë trinjt. Kjo është përmes një koncepti që quhet arsim jo formal, edhe arsimi jo formal ka të bëjë me trajnime, ka të bëjë me mentorime dhe ka të bëjë me punë praktike të garantuar për çdo nxënës. Infrastruktura shkollore dhe trajnimet janë goxha problem. Ne do duhet merremi shumë me infrastrukturën shkollore, do duhet ta përmirësojmë goxha ndjeshëm, duke filluar nga banka shkollore, nga toaletet deri te digitalizimi si proces që sot fëmijët tanë mos shkruajnë më me shkrums. As marker, po shkruajnë me iPad që të mundet edhe ato të jenë pjesë e proceseve bashkohore të mësimdhënies. Edukimi transformuar është goxha e rëndësishëm sepse do zhvilloj mendimin kritik të nxënësve, sepse mendimi kritik e çon njeriu të ketë ambicie dhe e ecën përpara në karrierë. Gjëja e parë që do bëjmë është që do krijojmë për çdo vit nga një shkollë ekstra që të ketë mësim tërditor, që prindërit sot ta lënë fëmijën në ora 8 e ta marrin në ora 3 kur dalin nga puna, që fëmiu të angazhohet në procesin mësimdhënës tërditor, ta përmirësoj kualifikimin dhe dijet e veta dhe aftësitë shkollore dhe sociale dhe shoqërore të tij dhe të saj. Pse? Sepse një njeri i cili merret me pjesë produktive, më pak ka kohë për procese devijante në shoqëri.